Një ditë pas vizitës në Bruksel, kryeministri Edi Rama ju drejtua Hagës për të vizituar ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, i cili prej 5 vitesh është i izoluar nën akuzat për krime lufte. Pas takimit me ish-kreun e shtetit, Rama u shpreh se ky gjyq i ngritur ndaj Thaçit është një absurditet. Sapo kam dal nga godina ku luhet teatri i turpit të drejtësisë ndërkombëtare me Hashim Thaçin, i cili u rrëmbye pa gjyq e as akuzë nga zyra e presidentit të Republikës, ku e kishte çuar populli i Kosovës e me luftën çlirimtare të Kosovës, të cilën nuk e përdos dot një farsë e nisur për trafik organesh nga kukullat ruse të Dumës së Putinit në Strasburg dhe e vazhduar me lloj-lloj absurditetesh e dëshmitarësh grotesk të akuzës ndërkombëtare në Hagë. Kreu i qeverisë u shpreh se ish-presidenti qëndroni fort, pavarësisht padrejtësive që po bëhen ndaj tij. E kam gjetur komandantin në formë, të qetë të buzëqeshur si çdo i pafajshëm me karakter të hekurt. Edhe pse me ndalime absurde të drejtash minimali që ishin hequr krahasimisht me herën e kaluar, një turp më vete me një fjalë. Më herët, teksa po udhtonte për në Hagë, kryeministri Edi Rama me anë të një videoje në rrjetet sociale, theksoi se ka ardhur momenti që ky gjyq absurd të marrë fund. Uroj dhe shpresoj që vendet demokratike që sponsorizojnë këtë gjykat të reflektojnë mbi standardet e ulta të gjithë kësaj që prej vitesh po ndodh me njerëzit të cilët të vetmin faj kanë se u rebeluan ndaj një regjimi satrap. Reagimin e tij shefi i ekzekutivit të Shqipërisë e mbylli me një urim që ushtria çlirimtare e Kosovës dhe të burgosurit e saj pa gjyq të fitojnë lirinë e tyre.